ta them. Këta të ri, shumica e tyre mu më janë drejtuar për përkrahje. Mua më është drejtuar për shembull edhe ai i riu që e di që i takon lidhjes demokratike të kryetarit të Çairit. Djali mrekullueshëm. Mu më është lejmëru edhe me Vlani, që s'është jasë një partije, garantoj. Unë do e kisha pranuar të bisedoj edhe me yllin e BDI-s. Let vi ajo gjenerat. Ku është e mira që ajo gjenerat të vi në radhët e BDI-s, në radhët e Vlenit. Ashtu dhe të bëhen atë. Jo këta. Po këta të Vlenit gjithë kanë qenë drejtor të BDI-s, gjithë kanë qenë kuadrët të BDI-s. Sa ka rrezik që kur ne vim, konformohemi, sepse jemi njohur edhe për këtë aspekt, që ne konformohemi letë në subjekte politike, në sisteme, në regjime, kështu me radhë. A shef frikë që këta djemë që njëri është i Zët Megjidit, tjetëri është i afërt me BDI-n, ose është antar i kryesisë BDI-s, ka përshtypjen zoti Paçuku. Djali mrekullueshëm. Njëri s'është me askënd që të gjithë këta në një moment mund t'i përshtaten gjithë shka është krijuar nga Vleni, nga BDI-ja, edhe të vazhdojnë njëjtën logjikë. Shini, ku është ajo e mirë që ti BDI-n ta marrë në dorë të rinë si ai yllit? Ku është ajo e mirë? Që njëherë për gjithmonë këtë gjenerat. Ju thash, atje në Maqedoni